Përshëndetje profesor Albeni dhe mirë që keni ardhur në Solo Intervista. Ju jeni Përshëndetje. Përshëndetje. Juve keni kaq kohë që merreni me artin. Si ka filluar tek ju? Kur e keni ndjerë për herë të parë që kishit një tërheqje kaq të madhe për artin, që prej fillimit e deri në ekspozitën e fundit që keni bërë para pak kohësh? Përgjithsisht artistët e ndjejnë që herët që fëmijë, që jeta e tyre do të lidhet në të ardhmen me artin, kur të rriten do të jenë artist çfarëdo lloj spektri, në artin pamor siç jam unë, apo në artin e muzikës, apo qoftë letërsisë. Rrugtimi im ka qenë ai klasiku. Shkolla e obligimi pra 8 vjeçare dikushme, pastaj shkolla e mesme e orientimit artistik, për të qenë më specifik kam mbaruar në 1997 për degën e skulpturës me specialitetin keramik. Më vonë pastaja u fokusova tek grafika e dizajnit, një shkollë tjetër e mesme le ta quajmë, por në Itali. Mbas diplomimit si dizajner, unë diplomohem edhe në Akademinë e Arteve Venecia si një piktor, si një grafist në lidhje me kryesisht me artin e pikturës dhe të grafikës, ashtu dhe të multimedias, me që unë ka bërë dhe shkollën e mesme si thash për grafik designer. Ekspozita juaj e fundit, grafika. Ekspozita e fundit kishte të bënte me një ndjesi, themi, emocion të brendshëm që kisha, me që më ngacmonte kjo pjesa e grafikës, kjo e incizimit. Unë doja të incizoja një kujtim babait. Babai im ka qenë drejtues mjetesh dhe doja që ta kujtoja atë duke i lënë një shenjë, duke incizuar të gjitha ato makina që kanë qarkulluar në Shqipërinë tonë gjatë viteve të komunizmit. Edhe doja që ta përcjellja këtë nëpërmjet teknikës së grafikës dhe unë incizova këto makinat e dikushme dhe bëra edhe ekspozitën për t'ua përcjellë kryesisht familjarëve të mi, se çfarë kisha unë, i themi, si objektiv për ta shenjuar, i themi, baban tim, baban e vëllezërve të mi, i themi, babain ton, bashortin e mamas time, pra që ishte, i themi, prindi jon. Si ka ndikuar shkollimi juaj në Itali në formimin tuaj profesional? Ka ndikuar duke më dhënë një formim, besoj, më të mirë në mundshëm se të studiosh në një vend si Italia, në një akademi arti si ajo e Venecias, me një traditë të gjatë, më ka formuar, besoj, mirë. Prej shumë vitesh keni eksperiencë edhe në mësimdhënie. Si mendoni që ndihmohen fëmijët të rinj në rrugën drejt artit figurativ? Çfarë i pengon ata? Ose çfarë duhet bëjmë, çfarë duhet bëj shoqëria, çfarë duhet bëj më tepër mësuesi, edukatori i artit figurativ, që talentet e reja ta gjejnë veten në këtë rrugën e artit? Në Shqipëri, përsa i përket formimit artistik të rinjve, ka ngelur të themi pak tek e shkuara si kurrikull mësimore. Duhet me patjetër që të rishikohet dhe një herë, pra të përshtatet me aktualitetin, me kontekstin ku jetojmë dhe jo një kontekst i varur prej të kaluarës, i themi. Se dikur, ti mbaroj shkollën e mesme, mund ta gjej veten në punë. Mund mbaroj edhe akademi, mund ta gjej veten në punë, por flasim kështu në banale në punë. Kurse sot një i ri që mbaron si shkollën e mesme të orientimit artistik, qoftë edhe i muzikës, jo vetëm artit pamor, apo dhe Akademinë e Arteve ose i Universiteti i Arteve si quhet sot, nuk e gjen dot më veten si dikur. Dhe pse nuk e gjen dot veten? Se nuk janë përshtatur kurrikulat me çfarë vërtet ofron kjo shkollë. Pra duhet me
të rishikohet nga institucione përkatëse, këtu flas për ministrinë, ministrin e arsimit. Atëherë grafika si e përcaktoni ju atë llojet e grafikës që prej fillimeve të saj e deri sot në epokën digjitale. Grafika duke nisur nga vetë termi grafio, grafjare, kërvishje, ka filluar që në kryet herës që me shpellat që kanë vizatimet e tyre, tregonin të themi aktualitetin e asaj kohe mijëvjeçare, pra luetia pra fillimet e para të njeriut me jetën. Dhe kjo lloj teknike e gërvishjes u përvetsua mirë edhe nga Orienti i largët. Me incizimin, me gdhëndjen në dru, edhe pastaj ajo gdhëndje në dru na krijoi në shekullin e 15 edhe shtypjen e librave të famshmit Johann Gutenberg. Pastaj filluan edhe e përdorën në shekujt e mëvoshëm pas shekullit 15 për të bërë ato që ne quajmë postera sot. Pra, grafika shërbeu për të shpërndarë informacionin. Pastaj grafika shërbeu edhe si konkurrente e fotografisë para rreth 200 vjetësh edhe më pak. Se filluan teknikat posaçme që në mënyrë, të themi direkte nga artisti, krijonin një imazh real, siç bënte fotografia. Atëherë si mendoni ju sa nevojë ka një shoqëri për artistë të rinj? Shoqëria ka gjithmonë nevojë për artistë të rinj. Ndaj institucionet duhet mos ta lënë në dorë të atyre që mendojnë se kanë aftësitë edhe kompetencat për t'i dhënë shoqërisë artist nesër. Por duhet vërtet punojnë me një fokus qartë. Ky artisti që unë po e formoj sot do t'i shërbej nesër publikut ashtu siç duhet t'i shërbej nesër. Pra, nëse unë këtë artistin e formoj për të nesërmen, duhet mendoj për të nesërmen, nuk duhet mendoj me atë që është aktuale. Aktuale gjithmonë vazhdon në bëhet progres për të nesërmen. Se ai tjetë një artist i mirë edhe te ajo e vogla fare. Nëse unë e formoj këtë fëmijë artist, qoftë edhe pa pasur fare talent, do të thotë që ai nesër edhe te shtëpia e tij, ditë kombinoj të pak në 2-3 ngjyra, ditë kombinoj 2-3 forma. Pra ditë jetë, ti themi ai arredusi i shtëpisë tij, siç ndodh në vendet, ti themi skandinave, që marrë këtë skandinave për mos bërë një paralelizëm pak të tepruar, se atje fëmia fillon të punojë në laboratore shkolla. Ne mund të arrijmë edhe këtë. Pra, duhet t'i japim atij fëmijës jo vetëm atë librin edhe një orë mësimi, që tjetë edhe pak me një fokus qartë. Unë, të fëmijë që ka qef punoj baltën, ja baltën, ti fëmijë që ka qef ngjyrat, jap ngjyrat. Jo të gjithë një lloj, se nuk janë gjithë fëmijët një lloj. Secili mund të ketë, i themi atë përshtatjen e vet me materialin. Atëherë, ekspozita ndërkombëtare grafika ka vite që zhvillohet në Fier, duke e kthyer këtë qytet të paktën për një periudhë të shkurtër në qendër interesi për artistë në shumë vende të botës. Çfarë përpjekje keni bërë ju që ky aktivitet të jetë i suksesshëm? Tani aktiviteti i grafikës artistike si një event që bëhet një në vit duke duke ftuar artistë që merren me këtë teknikë artistike, duke i ftuar të vinë Fier, qofshin këta nga Shqipëria apo edhe më gjerë, qofshin edhe nga vende të ndryshme të botës. Se është tentuar për këta 10 vjet që të jetë edhe ndërkombëtare. Edhe vazhdohet akoma të jetë si objektiv, pse jo mos të jetë vetëm kombëtare, rajonale, po të jetë edhe ndërkombëtare. Dhe puna konsistohet këtu që të jesh i afërt me artistët që merren me këtë. Tu ofrosh atyre të paktën një katalog që ai ta ndjejë, të themi, të vlerësuar veten. Pra që
unë vi në Fier, mund vi nga Tirana, mund vi nga Tetova, mund vi nga Prishtina, por unë Izraeli kemi. mund të vi edhe nga Kina e largët, si kemi tentuar një vit ta bëjmë edhe ndërkombëtare, por unë nga Fieri mora një shenjë. Kjo është katalogu, është puna ime, është vendosur katalogu dhe unë këtë marr. Dhe kjo ka qenë gjithmonë, i themi si një kundërpërgjigje. Okej, unë do vi në Fier, por dua diçka. Pak më japim katalog. Po, ju si mendoni të aktivitetet që organizohen nga Ministria e Kulturës? I prekin të gjithë artistët, flasim për artet figurative, piktor, skulptor, grafist, artet aplikuara. I prek do të ministria të gjitha. Tani ministria bën ato thirrjet e veta për të dhënë edhe financimin e duhur, por kam hasur personalisht edhe vështirësi për të plotësuar një mori dokumentash, një mori kërkesash që ata i bëjnë artistit ose grupimeve të artistëve për t'i plotësuar ato. Edhe këto janë më shumë për mendimin tim pengesa për t'i arritur, edhe janë, si thuash, janë më shumë për interesin atyre që duan të marrin para dhe nga ana tjetër produktin e kanë pak jo konforme asaj që vërtet shprehin aty në ato letra. Edhe artistët e vërtet në kuptimin e ngushtë fjalës, që vërtet punojnë në studio edhe mezi presin të ekspozohen, nuk arrin dot se artisti nuk merret me plotësimin e dokumentave. Pra nuk çedon ti themi te kjo pjesë. Unë i kam ligjet si shtet, si ministri, por që të vete artisti fillon edhe zbehen rrugës, si themi, edhe vetë projektet, edhe dëshira për të marrë pjesë në këto gara. Se gara janë fundja. Po garat invitojnë ata që ka një strukturim të mirë, e din si funksionon, edhe produktin final e kanë si objektiv të fundit. Objektivi i tyre është marrë këto fonde edhe të vazhdojnë para. Ju si mendoni, a ka mjaftueshëm vepra arti në qytetet tona? Si mund të korrigjohet kjo nëse mendoni që ka pak ose s'ka aq sa duhet? Në qytetet tona duhet mendohet me kohën që jetojnë. Se qytetet tona fatmirësisht vazhdojnë të kenë ato hapësirët e tyre publike nga pushteti lokal, por duhet të paktën ne të kopjojmë vendet e rajonit, s'po flas të Evropës, pse jo edhe Evropës mund t'ja marrim si model. Parqet tona duhet të kenë skulptura, qofshin ato në gur, qofshin edhe në bronz, po deshe, qofshin edhe në hegur të instalacione, si që ka të themi rajoni, por nuk duhet t'jenë thjesht parqe pa imazhin e një skulpture brenda. Pra ato janë të rëndësishme. Si ndikon realiteti tek një artist? Realiteti është gjithmonë nga smuns. Është, ti themi, piknisja nga ku krijohet produkti. Artisti gjithmonë nga smohet nga realiteti. Se ndryshe s'do ishte artist fundi. Artisti bën atë pjesën e tij. E shfaq nëpërmjet produktit final. Se çfarë ndjesie ka pas. Mund të jetë një ndjesi e momentit, edhe nga smuar, po mund të jetë dhe e akumuluar nga një sër, ti themi, ngjarje që ka ndodhur pak në 2 dekadat e fundit, edhe nxjerr produktin duke bërë atë pjesën e tij, duke sensibilizuar, apo qoftë duke ja lënë publikut, unë bëra një vepër. Cili është ndikimi që ka ky artist tek publiku? Ndikimi që ka artisti te publiku është shumë thelbësor. Por që të arrijë te publiku ky ndikim, duhet që publiku të ketë një qasje më të afërt me produktin që nxjerr artisti. Edhe këtu se kam vetëm për artin pamore, kam edhe për artin e muzikës apo qoftë letërsisë. Se jemi në një kohë konsumizmi, ku TikToku
e gjitha tiktokrat në aspektin të themi e fenomenit ndikojnë te publiku. Edhe duket sikur të gjithë janë artistë kur ne shohim çdo produkt të nxjerrë të themi prej rrjetit, prej internetit. Por në vërtet nuk është ashtu. Arti ka një produkt që është konceptuar, është punuar shumë, edhe në fund e i del. Si shohim në një film është 1 orë e gjysmë, 2 orë, po është bërë një punë shumë e madhe mbas. Publiku shoh fshera dhe të fundit. Ashtu ndodh edhe me artin përgjithësi. Kanë hapësirën publike artistët, sepse gjithmonë më pak i shikojmë në televizione, në rrjete sociale, në intervista si kjo. Artisti përpëlitet të gjej hapësirën për t'i treguar publikut jam dhe unë. Kam dhe unë diçka për t'u treguar, se sot është mbushur me fenomenin Big Brother, me fenomenin themi artistit të muzikës që krijon sipas tij dhe publiku me patjetër duhet ta shohë, o publiku atë kohë ka për të parë gjërat. Se mbushet dita me shqetësimet e jetës së përditshme. Por media, televizionet shumë pak përcjellin dhe themi artistin edhe punën e artistit, shumë pak. Duhet të ishte pak më e balancuar. Kuptoj që duhet shesim produktin, që është produkti mediatik, ashtu si që pëlqen populli. Se është i diktuar nga X faktor, por artisti duhet të jepet çik pak më shumë hapësirë për t'u shprehur, për të qenë dhe ai pjesë i themi e shoqërisë. Në epokën e teknologjisë së informacionit edhe veprat artistike janë digjitale. Programet kompjuterike ndihmojnë në krijimin e veprave të reja edhe pse artisti është ai që i ndërton ato. Mund të që e njëjta vepër të jetë edhe digjitale dhe krijuar manualisht në teknikat tradicionale. Pra të jetë e njëjta vepër e krijuar me penel, me gdhendje, e njëjta të jetë edhe digjitale. Tani publiku mund të shikojë një vepër të mbaruar. Edhe ndoshta s'ka fare interesi kush e ka bërë. E ka bërë njeriu, e ka bërë inteligjenca artificiale, pra e ka bërë kompjuteri. Por edhe mbas kompjuterit njeriu do vazhdoj derisa të jetë, ti themi, njeriu ai që do komandojë dhe kompjuterin, pra edhe makinën, të jetë produkti kryesor. Pra, ai handmade, puna e dorës, do vazhdoj të vlerësohet nga publiku. Se publiku ka kaq njohuri, edhe pse ti ja shfaq si një produkt perfekt se ka bërë kompjuteri. Por puna e dorës, gjelet puna e dorës. Vazhdon të vlerësohet. Unë jam i sigurt që kështu do jetë gjithmonë. Atëherë nga piktorët, skulptorët më të mëdhenj për ju. Tani artistët që kanë diktuar edhe të tjerët janë shumë. Po unë do të veçoja Michelangelo. Se për Michelangelo janë shkruar kaq shumë volume, vëllime libra sa t'i vësh sipër njëri tjetrit mendohet mund të bëhet një pallat 15 katësh. Pse kanë shkruar? Se ai ishte përveç se skulptor, piktor, ishte edhe një arkitekt. Pastaj kemi dhe Leonardo, por Leonardo fokusua te një pjesë tjetër të themi të krijimit, që ishte edhe teknologjia. Ndërsa nëse flasim për diapazonin e një artisti, këtu fusim kryesisht Michelangelo. Se ishte piktor, skulptor dhe arkitekt. Pra i bënte të treja këto që përfaqësoj të themi artin e krijimit me dorë, pra të formës dhe të figurës, që skulptura, piktura edhe arkitektura. Cila është këshilla që jep një profesor për të rinjt që duan të ndjekin rrugën e artit? Të rinjt do t'i këshilloja që
në radhë parë të vështrojnë shumë të rinj që merren me artin. Të vështrojnë edhe të formojnë duke u bazuar se çfarë aktualiteti u jep atyre çdo ditë. Qoftë themi duke u shprehur me artin e multimedias, qoftë duke u shprehur me artin tradicional që është piktura, skulptura apo edhe zhanre të tjerë të themi të artit pamor. Juve si mendoni publiku në Shqipëri dhe në botë është i tërhequr akoma nga arti? Fatmirësisht publiku botror, flasim pra të botror, vazhdon të jetë i tërhequr akoma nga veprat e artistëve të mëdhenj. Qofshin këta me një peshë shumë të madhe apo qofshin peshë pak më të madhe se ata, që janë i themi maja e artit pamor. Se muzeet e botës shesin bileta gjithmonë e më shumë sa mbahet rrada gjatë, me shime edhe më të larta. Do të thotë që nuk mund ta konkurojë akoma themi arti i AI-s me inteligjencës artificiale. Mendoni se ka ardhur momenti të ketë një galeri të arteve kontemporane? Tani ne kemi një të shkuar mbi artin e realizmit socialist. Dhe duke hequr kontekstin edhe se për çfarë u krijuai art, unë mendoj se është një art që ne duhet ta mbajmë fort. Edhe me restaurimin që po bën Galeria e Arteve Kombëtare, me ato trefishimin e hapësirës, duke konceptuar ndryshe, do të thonë me kohën edhe me taktmen, është një punë e mirë që po bëhet për mendimin tim. Do pa se si do jetë në përfundim, në çeljet e saj, në inaugurimin e saj, çfarë do shohim ne atje? Do shohim vetëm veprat e realizmit socialist, apo do ketë dhe hapësira që dedikohen artit kontemporan, apo qoftë edhe ato ekspozitat që unë si galeri kombëtare bëj kontratën me muzeet e ndryshme edhe sjell her pas here edhe vepra që mund të ekspozohen në hapësirat e galerisë kombëtare. Atëherë, si ndikon arti edhe një herë tjetër tek njerëzit e thjeshtë? Publiku në radhë parë ka një qasje me artin që nga shtëpia e tij. Se ai gjyshi do shikojë atë fëmijën që vizaton bukur, apo që tenton të vizatojë. Shikon fëmijën e tij, pra marrim moshtet edhe, për bërë një kështu shpjegim. Fëmia ka filluar ta mobilojë shtëpinë e tij pak më me shije. Që aty fillon arti. Pastaj del në park për shëtitur, shikoj një skulpturë, shikoj një instalacion. Fillon pastaj edhe ndërgjegjësoj dalë se nuk është vetëm telenovel. Shikojmë telenovela, shikojmë Big Brother, shikojmë talk show politik, po duhet shikojmë edhe art. Por kjo duhet ndodhi në të strukturuar mirë, të vetë sistemi të krijojë themi hapësirat e nevojshme që unë si publik pse jo mund të shikoj edhe një ekspozit. Por që këto ekspozita publiku t'i shohë duhet të jenë të aksesueshme. Çfarë do të thotë? Unë nuk mund të bëj një sallë ekspozimi dhe një ekspozit në katrin e tretë apo të katë. Unë duhet t'ja servir në katin e parë. Kur unë kaloj aty, shoh që ka një ekspozit. S'do futem në e parë, as të dytën. S'do futem fare dhe një ekspozit, po do futem te tjetra. Se duhet ndikoj dhe media. Kur unë jam në shtëpi, pse i publik, shikoj që diku në këtë qytet është bërë një ekspozit. Por radhës tjetër mund të jetë kjo ekspozit te qyteti im. Edhe kështu ndërgjegjësohet publiku për të parë ekspozitat. Institucionet, aktorët përfshirë që merren me artin, që duan të ekspozojnë punën e artistit, gjejnë mënyrat e tyre dhe rekreative. E krijojnë edhe ekspozitën qoftë edhe në atë shititoren, qoftë edhe shititoren e marrim të Qeparost, për një shembull, apo të Sarandës, apo ku diun të Velipojës, nuk ka rëndësi.
e sjellin aty bukur, pa pompozitet. Unë si qytetar i Shqipërisë, si një turist, i themi edhe i huaj, shoh që nuk ka vetëm lokale, nuk ka vetëm plazh, po ka edhe reaktivitet mbi artin pamor. Ju faleminderit që erdhët në Solo Intervista dhe duke uruar suksese punën tuaj krijuese. Ju falenderoj që erdhët në Solo Intervista dhe duke uruar suksese në punën tuaj krijuese edhe edukative. Shpresoj që të kemi takime të tjera në të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit juve.